Në historinë e Evropës, ka një emër që është bërë sinonim i rezistencës së pathyeshme, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sot do të zhytemi në historinë e këtij heroi legjendar, të njohur si Dragu i Shqipërisë. Pra, le ta mendojmë pak këtë. Për plot 25 vjet, ndërkohë që perandoria më e madhe e kohës po pushtonte gjithçka që i dilte para, një prijes i vetëm nga një vend i vogël malor, jo vetëm që i bëri ball, por e mundi atë pa pushim. Pyetja që lind natyrshëm është, si ka mundësi? Kush ishte ky njeri? Kjo nuk është thjesht një histori për një hero shqiptar. Kjo është historia e një figure me një rëndësi të jashtëzakonshme për gjithë Evropën, dikush që papët dhe mbretërit e kohës e shihnin si mburoja e qytetërimit perëndimor. Për të kuptuar luftëtarin, duhet të kuptojmë më parë djaloshin. Udhëtimi i tij nis si ai një fisniku, por ndërpritet në mënyrë brutale nga realiteti i ashpër gjeopolitik i shekullit 15. Pra, udhëtimi i tij nis si princ, por pastaj merr një kthes krejt tjetër. Si peng në oborrin osman, ideja ishte që ai të asimilohej, por në vend të kësaj ai shkëlqeu, duke u bërë një komandant i jashtëzakonshëm i njohur si Iskender Bey. Ky transformim tragjik nga princ trashëgimtar në shërbëtor të armikut do të ishte qelësi për gjithçka që do të vinte më pas. Këtu e shohim konfliktin që e përkufizoi jetën e tij. Në njërin anë, Gjergj Kastrioti, trashëgimtari i krishterë i një principate shqiptare. Në anën tjetër, Iskender Bey, generali musliman që i shërbente perandorisë që ja kishte marrë lirinë dhe fëmijërinë. Kjo luftë e brendshme midis dy identiteteve do të përcaktonte gjithë jetën e tij. Por, pavarësisht gradave dhe lavdis, thirrja e dheut ishte thjesht shumë e fortë. Dhe kështu, erdhi momenti kyç. Ai moment kur Iskender Bey mori vendimin për t'u bërë sërish Gjergj Kastrioti. Dhe ja ku shfaqet genialiteti i tij strategjik. Kthimi i tij nuk ishte një arratisje e dëshpëruar, por një plan i llogaritur me mjeshtri. Ai largohet nga betejë, falsifikon një urdhër nga vetë sultani dhe e përdor atë për të marrë kontrollin e krujës, pa derdhur asnjë pikë gjaku. Një lëvizje absolutisht geniale, që ndryshoi rrjedhën e historisë. Ky moment ishte shumë më tepër se një fitore ushtarake. Më 28 nëntor 1443, kur ngriti flamurin me shqiponjën dy krenare mbi kruj, Skënderbeu nuk po merrte thjesht një kështjell. Ai po krijonte një simbol të fuqishëm që një ditë do të bëhej flamuri një kombi të tërë. Por marrja e një kështjelle ishte vetëm hapi i parë. Sfida e tij e ardhshme, e ndoshta edhe më e madhja, ishte të bashkonte princat grindavec shqiptar, të cilët ishin mësuar të luftonin me njëri tjetrin, po aq shpesh sa me armiq të jashtëm. Dhe zgjidhja që ai gjeti, lidhja e Lezhës. Kjo ishte një lëvizje thjesht geniale. Në një kohë kur princat shqiptar ishin vazhdimisht në konflikt, ai bindi të bashkoheshin. Kjo aleancë ushtarake konsiderohet si shpreha e parë e një shteti të bashkuar shqiptar, një moment uniteti që ishte thjesht i paimagjinueshëm për kohën. Pakti funksionoi fal disa parimeve të thjeshta por revolucionare. E para, stop grindjeve mes veti. E dyta, të gjitha forcat bashk kundër armikut të përbashkët. Dhe pika vendimtare, emërimi i një komandanti të vetëm. Zgjedhja ishte qartë. Leadershipi i tij arriti të kapërconte dekada të tëra përçarjeje. Tani, me një ushtri të bashkuar pas tij, Skënderbeu ishte gati të përballej me fuqinë e plotë të perandorisë osmane. Ajo që pasoi ishte një epope ushtarake që thjesht dukej e pamundur. 25. Le të ndalemi pak te ky numër. Për një çerek shekulli, ai dhe forcat e tij jo vetëm që mbietuan, por korrën fitore pas fitoreje kundër superfuqisë më të madhe ushtarake të kohës. Kjo është një dëshmi e jashtëzakonshme e qëndrueshmërisë dhe genialitetit strategjik. Dhe këto nuk ishin thjesht betejë të vogla, as pak. Fitoria në Torvjoll e tronditi perandorinë osmane deri në Palc. Rrethimet e krujës u bën legjendare, ku ai zmrapsi personalisht Mehmetin e dytë, atë që pushtoi Konstantinopoljën. Dhe Albulena, ajo ishte një kryevepër taktike mashtrimi dhe befasie, dëshmi e pastër e genialitetit të tij ushtarak. Fama e tij shpërtheu në të gjithë Europën. Ai nuk ishte më thjesht një prijes Ballkanas, ai ishte atleta Kristi, kampioni i Krishtit, siç e pagëzoi papati.
Për fuqitë perëndimore, ai ishte muri i fundit që po frenonte marshimin osman drejt zemrës së Europës. Por çdo epokë ka një fund. Më 17 janar 1468, i raskapitur nga luftrat e pafundme, Skënderbeu u vdiq. Por ndërsa jeta e tij mbaroi, ndikimi i tij i vërtet sapo kishte filluar të merrte formë. Me vdekjen e tij, rezistenca e bashkuar shqiptare filloi të shpërbëhej. Pa udhëheqësin e tyre genial, epoka e artë sfidës kishte marrë fund. Por ja ku qëndron thelbi i gjithçkaje, ndërsa rezistenca fizike u dobësua, legjenda e Skënderbeut vetëm sa u forcua. Historia e tij u bë një flak që u mbajt gjallë për shekuj me radhë edhe në sundimin e gjatë osman. Dhe kjo trashëgimi evoloi me kalimin e kohës. Në shekullin e tij ai ishte simboli i rezistencës. Shekuj më vonë gjatë rilindjes kombëtare, historia e tij u bë thirrja për zgjimin e një kombi. Në vitin 1912 ishte flamuri i tij ai që u ngrit sërish në ditën e pavarësisë. Dhe sot ai njihet thjesht si babai i kombit. Dhe kjo na lë me një pyetje të fuqishme për të reflektuar. Si arrin një figurë vetme 500 vjet pas vdekjes të mbetet kaq thellësisht e rrënjosur në identitetin e një kombi të tërë? Trashëgimia e Skënderbeut na tregon se heronjtë nuk përcaktohen vetëm nga betejat që fitojnë, por nga historitë që frymëzojnë për brezat që vinë.